synin këtë agjendë. Realiteti tregoi që nuk është Bashkimi Evropian ai që e ka sabotuar marrëveshjen, por në fakt është interesi strategjik i shqiptarëve bashkë me interesin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E qartë, zoti Bleka, ne e dim tashmë që kjo marrëveshje pra kishte edhe mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pyetja ime është sepse presidenti serb pra po këmbgul se Bashkimi Evropian e ka kundërshtuar këtë marrëveshje. Si thash, domethënë, ai këmbgul tani, domethënë, sepse me rikthimin në pushtet të presidentit Trump dhe të një administrate në të cilin në administratën e parë patën të ndërtuar një grup jashtëzakonisht i madh i njerëzve të cilët ishin në sinkron ose të kaparisur, si të themi me një fjalë popullore, nga lobinjët serbe për të punuar për agendat e tyre, dhe ai mendon domethënë që ta rikthej Kosovën pikërisht edhe një herë në atë nivel ku ishte domethënë në administratën Trump-ni. Në fakt, fakti pse ajo nuk u manifestua domethënë në praktik me ardhen e zotit Biden tregon që nuk ishte domethënë synim strategjik i SBA-ve, sepse po të ishte synim strategjik i SBA-ve dhënia në praktike asaj marrëveshje, ne nuk kemi pasur si themi fuqi të madhe që ta kundërshtojmë ose të mos i nënshtrohemi ose të mos i bindemi asaj. Prandaj këto që thot zoti Vučić tenton që ta rikthejë domethënë edhe një herë Serbinë në atë kohë kur ajo kishte primatin e saj edhe politik të themi, po edhe në diplomaci, sepse kujtojmë deri me rastin e Banjskës, gjithçka që ndodhte në bisedimeve të Kosova penalizohej, deri në momentin kur ndodhi domethënë sulmi terrorist i Radojčić me mbështetjen e shtetit serb, ku është vrarë polici, ku është vrarë edhe polici i Kosovës, domethënë heroi i Kosovës. Çështja është kjo që domethënë në atë moment kthimi është e pamundur të kthehesh, dhe Serbia ka kuptuar tash me këtë gjë. Shtojmë këtu edhe demonstratat të cilat po ndodhin vazhdimisht në Serbi, kanë treguar domethënë një gjë interesante. Gjithë ajo masë e madhe protestuesve nuk kanë nxjerrur ende një lider që të duket kush është organizatori ose kush është grupi që organizon. Me këtë domethënë tregohet që mund të jenë domethënë shumë organizata të cilat e kanë ndihmuar popullin serb të organizohet në demonstrata të tilla kundër Vučić për t'i treguar zotërisë që nuk mund të vazhdoj pafundësisht të rrijë në dy karrige, edhe të pretendoj në karrigen me Moskën, po ashtu edhe me SBA. Prandaj është koha e tyre që të zgjedhin dhe Vučić padyshim që do të shikojë domethënë çdo lloj alternative që të rrinë në pushtet dhe ta minoj, si themi, largimin e vet nga pushteti me çfarë do agjente të cilën mundet. E dihet në Serbi elementi si themi nacionalist mund të ndikohet për shembull nga ngjarja në Kosovë, nga ngjarja në Bosnjë ose nga ngjarje të sigurisë që lidhen përreth Serbisë nga faktorë të jashtëm, domethënë mund të ndikohen që të zbehet fuqia e këtyre demonstratave. Por që të kthehet Kosova edhe një herë në marrëveshjen e Washingtonit, kjo momentalisht është e pamundur. E qartë, mirë zoti Bleka, sa i përket narrativës së presidentit serb Aleksandar Vučić për bombardimet e NATO-s, a mund të jetë kjo pra një përpjekje për të justifikuar edhe agresionin rus në Ukrainë? Me fillimet e luftës në Ukrainë, sepse gjithmonë sa herë paraqiten kriza të mëdha, për të paraqiten edhe shanse të mëdha. Në fakt, në tragjedinë e popullit ose të shtetit të Ukrainës është një shans shumë interesante për Kosovën, sepse edhe e thot vazhdimisht ministri i jashtëm i Rusisë Lavrov që modeli i saj është Kosova.
Prandaj Serbia ndjehet shumë e kërcënuar e rrezikuar, sepse në një tryezë ku diskutohet në nivelin e Rusisë dhe SBA-ve, domethënë rusët mund të kërkojnë njohje ndërkombëtare të pushtimit të Krimes ose bashkimit të Krimes me Rusinë, po ashtu edhe 4 regionet të cilat tashme i ka të pushtuara dhe do ta përdor Kosovën si model, pavarësisht se në deklaratën e pavarësisë së Kosovës dhe në të gjithë atë që është shprehur në kohën kur është shpallur pavarësia e Kosovës, është potencuar që Kosova nuk do të jetë precedent për asnjë ngjarje tjetër në botë, por këtë mund ta shfrytëzoj shumë lehtë momentalisht Rusia. Prandaj shansi i Kosovës në këtë luftë e cila po zhvillohet ose që po përfundon realisht, mund të jetë një heqje e vetos ruse për njohjen ndaj Kosovës dhe këtu zbehet jashtëzakonisht shumë fuqia e Serbisë, domethënë për të vazhduar luftën e saj kundër pavarësisë së Kosovës. Për këtë arsye, domethënë serbët dhe presidenti Vučić janë jashtëzakonisht të kërcënuar ose i friksohen një zhvillimi të tillë. E ka thënë disa herë ministri i jashtëm Lavrov, madje edhe me rastin e fillimit të bisedimeve në Arabinë Saudite, e potencoi pati një shkrim zoti Lavrov në të cilin e përmendi Kosovën domethënë si model të një zgjidhje e cila mund të vijë edhe për 4 rajone të cilat tashmë janë të pushtuara. E qartë mirë, zoti Blekaj, për të kaluar në pjesën e dytë, ndërkaq presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump ka treguar se është treguar pak i nxituar kur ai vazhdimisht prapohoi gjatë fushatës se lufta midis Rusisë edhe Ukrainës mund të përfundonte brenda 24 orëve. Pyetja ime është nëse a ishte premtimi i Donald Trump pra për ta zgjedhur luftën në 24 orë një strategji, po them, politike apo një premtim i pamundur që ai bëri? Njerëzit në kohë luftash shikojnë domethënë që gjithçka të ndodh për lufta të mbyllet dhe janë shumë lehtë të ndikueshëm nga premtimet e tilla të cilat mund të bëhen. Nëse ju kujtohet, ne e kemi kundërshtuar vazhdimisht, domethënë si të pamundur këtë gjë, sepse pavarësisht se është president i SBA-ve dhe ka ardhur në fuqi domethënë për të udhëhequr një shtet siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prap nuk është gjithmonë nuk e ka fuqinë për të realizuar, domethënë, mendime ose vizione të cilat ati i vinë aty për aty. E kemi thënë që e ka të pamundur që për një kohë të shkurtë ta ndalojë luftën, po ashtu nuk e ka fuqinë për ta bërë këtë gjë, sepse ai po në Ukrainë po përballet domethënë me Rusinë, e cila ka dëshmuar historikisht, domethënë që nga vitet 1800 ka dëshmuar që është zonja të sulmojë secilin shtet dhe të imponohet në rrjedhat globale, domethënë me fuqinë e saj luftarake. Mos i harrojmë domethënë që me ardhen e Putinit e kemi luftën e Gjeorgji, kemi 2 lufta të përgjakshme me Çeçeninë, pastaj e kemi domethënë okupimin e Ukrainës ose bashkimin e Ukrainës me Rusinë, tani edhe sulmi ndaj Ukrainës është Krimes, më falni. Tani e ka edhe të Ukrainës, domethënë ai është një fuqi jashtëzakonisht e madhe e cila duhet respektuar në fund të fundit. Por një ngjarje edhe që vjen nga SBA-ja është që nuk është presidenti ai që i harton të gjitha politikat e drejtimit, një pushtet shumë të madh në SBA e kanë, si themi, e ka industria e luftës.